Shikues të rëtëris, Assalamu alaikum dhe mirë se takohemi edhe sot në emisionin Në hijen e mëshirës, si zakonisht çdo ditë punën nga hënën të premte gjatë muajit të bekuar, muajit Ramazan, nga ora 16. Për emisionin e sotshëm do të flasim për pendimin me Hoxhë Berat Durgutin nga qyteti i Rahovecit. Hoxhë, selam aleikum, mirë se erdhe. Wa aleikum salam, mirë. Atëherë pra jemi të akorduar të flasim për pendimin. Në fakt tema e pendimit apo teubes është temë e gjerë dhe gjatë, ka çka të flitet për të, por do të mundohemi aq sa kemi kohë dhe hapësirë të marrim disa përgjigje nga pyetjet që kemi përgatitur për ju. Hoxhë, çfarë është pendimi dhe pse duhet të bërë pendimin? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet i takojnë Allahut subhanahu wa taala, paqja dhe selam me qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pendimi në gjuhën arabe bën tabe yatubu, që i bën me u kthy, raja. Mirë po në terminologjinë islame i bën që robi t'i kthehet Allahut subhanahu wa taala, t'i lej mëkatet dhe t'i kthehet Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall e ka kriju njeriu me epshe, me dëshira, dhe si rezultati i kësaj ndodh që njeriu ndonjëherë që të rebelohet karshi udhëzimeve të Allahut azza wa jall dhe aty në mësimeve që ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe që ndodh që të gabojë dhe të bëjë të shkel normat e Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall kështu ka kriju njeriu të dobët dhe me gabime. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kullu ibn adam khata, gjithë secili i biri i Ademit është gjunaçar. Mirë po me qëndruan gjuna, ky është prej gjunaheve, domethënë që nuk duhet besimtarët të qëndrojë asesi. Allahu azza wa jall prej mëshirës tij është se Allahu i kalon robërve të tij derën e pendimit hapur. Dhe thot Allahu azza wa jall në një ajet: "Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min daba." Sikur se Allahu azza wa jall ti mirte, domethënë parasysh njerëzve që kur të gabojnë ti dënoi Allahu azza wa jall, thot ma taraka 'alayha min daba, nuk kishte më met ndonjë njeri mbi sipërfaqen e tokës. Mirë po Allahu azza wa jall është i mëshirshëm, e ka mëshirën e madhe, edhe pasi ke gabu karshi Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall ta ka lënë derën e hapur që ti të kthehesh dhe të penduhesh tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu na transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Ebu Umame, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot inna sahiba shimal, thot meleku i cili është i obliguar që të shënojë, të regjistrojë veprat e njerëzve, thot i pret robrit e Allahut azza wa jall pasi që ata të bëjnë gjuna, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 6 saat, 6 orë. Pra 6 orë që me këshyrë se apo pendohet apo jo. Vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot nëse ky person i kërkon falje Allahut subhanahu wa taala, thot atëherë domethënë ky melek nuk i shënon, nuk e regjistron atë gjunahin të cilin e ke bërë. Dhe kjo nuk ka dyshim se është prej rahmetit, prej mëshirës Allahut azza wa jall, për shkak se Allahu subhanahu wa taala don që robi i tij të pendohet dhe të kthehet Allahut subhanahu wa taala. Si vepron një besimtar pasi që bën mëkatin? Çfarë duhet të bëjë? Besimtari kur e kupton dhe e din që ka bërë gjuna Allahut azza wa jall, nuk vazhdon në gjuna. Mirë po çfarë? Pendohet më një herë tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall kur i përmend cilësitë e besimtarëve që pasi që të bën gjuna, kur thot walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfaru li dhunubihim. Thot Allahu azza wa jall dhe ata kur bëjnë gjuna, kur gabojnë karshi Allahut azza wa jall, aw zalamu anfusahum, ose i bëjnë padrejtësi vetes tyre, dhakaru Allaha fastaghfaru li dhunubihim, e kujtojnë Allahun azza wa jall. Nuk qëndrojnë për anë gjuna, mirë po çfarë? E kujtojnë frikën që kanë karshi Allahut azza wa jall, fastaghfaru li dhunubihim, dhe gjithashtu i kërkojnë falje Allahut subhanahu wa taala, që Allahu t'ja u fal ato lëshime, ato gjunaha të cilët i kanë bërë. Vazhdon Allahu azza wa jall dhe thot wa may yaghfiru dhunuba illa Allah, e kush është ai i cili i fal gjunahet përpos Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk rrin në gjuna, pasi që të kuptojnë që i kanë bërë gjuna Allahut subhanahu wa taala, i kërkojnë falje Allahut azza wa jall dhe pendohen sinqerisht tek Allahu subhanahu wa taala. A është obligim pendimi për të gjithë apo për një pjesë të njerëzve? Nuk ka dyshim se disa njerëz mashtrohen dhe thënë, justifikohen dhe thënë na kërkujt keq nuk i bëjmë. Pse të pendohemi tek Allahu azza wa jall? Është interesant se Allahu azza wa jall
Në Kur'an çfarë thot? Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dhe të pendohuni tek Allahu Azza wa Jall, që të gjithë, o ju besimtar. Dhe nuk ka thënë o ju njerëz. Mirë po çfarë i bën thirrje besimtarve që ata të pendohen. Pra obligim është për të gjithë dhe jo për një grup njerëzve. Për shkak se siç e përmendëm hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku tham kullu ibn adam khata, gjithë secili prej bijve të Ademit është gjynaçar. Andaj që të gjithë njerëzit janë të obliguar që ti kërkojnë falje Allahut azza wa jall, që të pendohen sinqerisht tek Allahu azza wa jall. Pse të pendohen? Allahu azza wa jall në fund të ajetit thot la'allakum tuflihun, kështu që të shpëtoni tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu në një ajet tjetër Allahu azza wa jall i thret besimtarët dhe thot: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju të cilët i keni besuar Allahut azza wa jall, pendohuni, kthehuni tek Allahu azza wa jall me pendim të sinqert. Çfarë është rezultati i këtij pendimit? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Kështu që me këtë pendim Allahu azza wa jall t'ju fal juve mëkatet. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار dhe me për shkak këtij pendimit Allahu azza wa jall do me të pastru prej këtyre gjunave dhe për shkak këtij pendimi Allahu azza wa jall don që juve t'ju fusën në xhenetet e tij kur rrjedhin lumejt. Pra gjithë secili prej njerëzve duhet të pendohet tek Allahu azza wa jall dhe të mos ta mashtrojë shejtani që ta neglizhoj pendimin dhe thotë që unë nuk kam pse të pendohem tek Allahu subhanahu wa taala për shkak se gjithë secili prej neve është gjunaqar, është gabimtar. Pra pa marrë parasysh devotshmërisë, punëve dhe veprave të mira, prap duhet pendohemi sepse jemi pjesë e mëkateve. Patjetër, përndryshe Allahu azza wa jall nuk siç e thekëm edhe në fillim, Allahu azza wa jall nuk tha o ejuhan nas. Nuk tha o ju njerëz, që më thon valla unë jam besimtar, unë jam i devotshëm dhe s'kam nevojë më pendu. Mirë po Allahu të dy thirrjet thot Allahu azza wa jall ejuhal mu'minun, ya ejuhal ladhina amanu, o ju të cilët keni besu. Pra gjithë secili nuk ka përjashtim dikush që mos pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. A ka shpresë për ata të cilët janë zhytur në mëkate të shumta? Madje shpesh dëgjojmë që thotë dikush un kam bërë gjuna shumë, s'kam çmë pendu më. Në ta formë e mbyll derën. Po, kjo është një prej hileve të shejtanit. Kjo është një prej hileve të shejtanit që me ja mbyll derën e pendimit aty në njerëzve të cilët janë zhytur në gjunahe. E Allahu azza wa jall na tregon me një ajet ku disa prej komentatorëve të Kuranit kanë thënë se ky është ajeti më shpresdhënës në Kuran. Pra ky ajet ju jep shpresë atyre të cilët janë zhytur në gjunahe. Cili është ky ajet? Thot Allahu azza wa jall, thot Allahu ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. O ju robët mi të cilët e keni tepruar gjuna, keni bë israf, e keni tepruar, nuk keni lënë zez pa bë, nuk keni lënë gjuna pa bë. La taqnatu min rahmatillah. Mos e hupni shpresën tek Allahu azza wa jall. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala i fal të gjitha gjunat. Ai i cili pendohet, edhe nëse ka qenë mushrik, Allahu azza wa jall e pranon pendimin e tij, gjitha gjunat. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Me të vërtetë Allahu azza wa jall i fal të gjitha gjunat. Pa marr parasysh se çfarë ke bë prej gjunaheve, ke vjell, ke bë gibet, ke bë zina, ke pi alkool, pa marr parasysh se çfarë do të ke bë, dije se Allahu azza wa jall e pranon pendimin ton, nëse ti pendohesh tek Allahu azza wa jall sinqerisht. Pra pendimi shlyen gjitha mëkatet? Të gjitha mëkatet. Na e dim ajetin ku Allahu azza wa jall thot inna Allaha la yaghfiru an yushrika bih. Me të vërtetë Allahu azza wa jall nuk e fal shirkun, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dhe përpos shirkut Allahu azza wa jall e fal çfarë don. Dhe kjo është për ata njerëz të cilët kanë vdekur dhe nuk janë penduar. Pra, ata cilët vdesin pa u pendu, nëse kanë vdekur në shirk, me veprat shirkut, atëherë Allahu azza wa jall nuk e fal. Mirë po ai i cili pendohet prej shirkut, Allahu azza wa jall ja fal edhe shirkun për shkak se kështu ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Cilat janë pengesat që pengojnë njeriu të pendohet? Ndonjëherë ka raste që dikush dëshiron të pendu mira pishman, por ka diçka që e pengon. Po, neglizhenca ndaj rrezikut të gjunait. Dikush e bën gjinohun, mëkatin një herë, dy herë, tri herë dhe thot, mu nuk më ka ndodhur kur gjë hiç. Un kam bë kështu dhe kur gjë nuk më ka ndodhur hiç, asnjë e keqe. Dhe ky është ai mashtrim të cilin e bën këtë njerëz që të mos pendohet tek Allahu azza wa jall. Mirë po ndajose çfarë thot Allahu subhanahu wa taala.
Thot wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Mos mendoni se Allahu Azza wa Jall është ish kujdesur. Mos mendoni se Allahu Azza wa Jall është gafil për ato se çfarë bëjnë zullumçarët. Se dikush gëzohet dhe thot kam bo dhe kur gjë sens më ka gjetë. Mirë po Allahu thot mos mendoni se Allahu Azza wa Jall është ish kujdesur nga këtij njeriu i cili i bën zullum. Innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fi al-absar. Mirë po këtyne Allahu Azza wa Jall jo kalon dënimin kur do të dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, është prej mëshirës Allahut Azza wa Jall, nëse Allahu Azza wa Jall një person e dënon dynja për shkak të ndonjë gjunoje që e ka bë, dije se kjo është prej mëshirës Allahut Azza wa Jall, për shkak se Allahu këtij personi nuk ja kalon që me dënu ditën e gjykimit. Për shkak se dënimi i ditës së gjykimit është shumë i rëndë. Andaj mos mendon dikush pse Allahu Azza wa Jall i jep afat atij se ai është në rrugën e duhur dhe nuk ka nevojë që të pendohet. Ky është një prej shkaqeve, domethënë që e pengon njeriu që të pendohet tek Allahu Azza wa Jall. Pra neglizhenca prej rrezikut të gjunave. Shkaku tjetër është shejtani, lufta me shejtanin. Shejtani vazhdimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu Allahu Azza wa Jall në Kur'an na tregojnë se shejtani është armik i pandar i njeriu. Allahu Azza wa Jall e përmend fjalën e shejtanit ku është zotu, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim, unë do t'i vyj atyne, do t'i bëj kurth atyne, para tyne, pas tyne, nga djathtë e tyne, wa an aymanihim wa an shamailihim, nga djathtë dhe nga e majta. Pra prej çdo anë mundohet dhe tenton që ty shejtani mos me të lënë që të pendohesh tek Allahu Azza wa Jall, që mos më shpëtu prej dënimit të Allahut Azza wa Jall. Shkaku tjetër, pengesë tjetër që e pengon njeriu që të pendohet tek Allahu Azza wa Jall është shoqënia e keqe. Është një prej faktorëve kryesor që njeriu e ndalon apo i pengon që ai të pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu Azza wa Jall e përmend në një ajet ku thot wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Atë ditë kur zullumçarët i hajnë gishtat e tyne, thot, sikur se unë ta kisha marr rrugën e pejgamberit, pra sikur se unë të kisha marr udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur se unë të kisha punu me ato që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Allahu Azza wa Jall e vazhdon fjalën e këtyre njerëzve, thot ya waylata, i mjeri unë, ya laytani lam attakhidh fulanan khalila. I mjeri unë, sikur se unë mos ta kisha marr për shok fulanin. Sikur se unë mos tisha shoqënuar me fulanin. Çka ka bëu ky fulan, që ky sot po pendohet kur po del para Allahut Azza wa Jall, thot Allahu Azza wa Jall vazhdon dhe thot laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani, ky më ka hub mu, më ka haru mu përmendjen e Allahut Azza wa Jall, më ka haru mu Allahun, më ka haru mu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ba'da idh ja'ani, pasi që ka pas njerëz cilët më kanë ardhur dhe më kanë këshillu, mirë po çka ky shoku i keq e ka qenë një prej pengesave që ai të pendohet tek Allahu Azza wa Jall. Pastaj e kemi shembullin e Ebu Talibit. Kush ke shkak që Ebu Talibit vdes në shirk, a nuk ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili e thirri që ta thot fjalën e dëshmisë, thot la ilaha illallah. Në pragun e vdekjes ardhen Ebu Jehli dhe Ebu Umayya dhe çfarë than, a don me lshu, a don me lën fen e të parëve tan, fen e stërgjyshit, dhe Ebu Talibi është ndiku prej këtyne shokëve për shkak se Ebu Talibi është shoqëruar vazhdimisht me këta njerëz. Dhe këta në pragun e vdekjes i erdhën dhe ja kujtuan fenet e të parëve tyne, shirkiatet të cilët i kanë bë, dhe këta kanë qenë një prej shkaqeve që Ebu Talibi ka vdek në shirk. Gjithashtu prej pengesave që njeriu e pengon që të pendohet tek Allahu Azza wa Jall është edhe dhënje tepërt pas dynjos. Hajtë se ka kohë. Njerë duhet me punu, njerë duhet me bu pasuni, duhet me ndreq një shtëpi, duhet me martu fëmijë. Ka kohë une që të pendohem tek Allahu Azza wa Jall. Ka kohë që une t'i bi sejdë Allahut Azza wa Jall. Ka kohë që une me shku në haxh. Ka kohë që une të bëj namaz. Kështu domethënë e zë vdekje këtë person dhe nuk pendohet për shkak se gjithë jetën e tij është mundu që ta rregulloj dynjan e tij, erdhën pas dynjas dhe ka harru ahiretin, dhe kjo është një prej shkaqeve që e pengon njeriu që të pendohet tek Allahu Azza wa Jall. Pra nuk duhet ta shtym pendimin.
pendimin na nuk e dim se kur do të vdesim. Andaj pendimi është i obligueshëm, e përmendëm më herët se besimtarët pasi që të bëjnë gjuna i kërkojnë më një herë falje Allahut Azza wa Jall. Dhe jo që të shtyhet për shkak se nuk ka siguri prej vdekjes. A ka kushte pendimi? Nuk ka dyshim se edhe pendimi ka kushte. Një prej kushteve është që me e lën gjunahin, më një herë. Në moment kur ta kupton se ti ke bërë gjuna të Allahut Azza wa Jall, duhesh me e lën gjunahun dhe me u largu prej atij mëkatit dhe që mos të bësh mëkate me vazhdim njëtin mëkat. Prej kushteve të pendimit është gjithashtu që ty duhet me të ardhë keq, e nedem, me të ardhë keq që ti që e ke bërë gjuna. Jo sikur se disa, cilët kanë bërë gjunahe, mirë po nuk i kanë rapishmën, mirë po për shkak paaftësisë nuk kanë mundësi me i bë më dhe e lën gjunahun, mirë po nuk është që është pendu prej gjunahit. Mirë po e ka lënë për shkak se nuk ka mundësi me vepru më, ose e ka ndalu dikush me zor. Pra për mu të pranu pendimit tek Allahu Azza wa Jall, e para është që me e lën gjunahin për hir të Allahut Azza wa Jall, e dyta është që me ndike çardhje, me të ardhë keq që ti i ke bërë gjuna Allahut Azza wa Jall. Dhe kushti i tretë është që me qenë i vendosur që më mos t'i kthehesh aty gjunahit. Pra duhesh me qenë i vendosur që se ke bërë ndonjë gjuna, duhesh me qenë i vendosur që më mos më u kthy aty gjunahit. E jo dhe me thënë që me lën me pauzu dhe me thënë unë ma të tje e bëj prap. Jo, ti duhesh me qenë, nëse ndodh që ti e bën atë gjuna pastaj prap mas një kohë, kuptohet dhe me thënë pendohesh prap. Mirë po duhet t'jesh i vendosur kur të bën tauba tek Allahu Azza wa Jall, duhesh me qenë i vendosur që me e lën atë gjuna për çdo herë. Dhe kjo, të tri këto kushtet kanë të bëjnë me Allahun Azza wa Jall. Dhe dietarët e kanë shtuar edhe kushtin e katërt, i cili ka të bëjë me hakun e njerëzve. Nëse ka ndodhur që ti i ke hyrë hak ndonjë njeriu, qoftë ky hak në pasuni, ja ke marr pasurinë në mënyrë të paligjshme, në mënyrë jo halal, ose e ke ofendu, e ke cënu nderin e tij, atëherë domethënë një prej kushteve është që me i kërku halal ose me ia kthy domethënë atij personit ato gjëra të cilët ti ja ke marrë dhe ke gabu karshia tij. Pra këto janë katër prej kushteve të cilët janë patjetër që Allahu Azza wa Jall me e pranu pendimin. Allah e shpërbleft hoxha, të jemi ka funi i këtij misioni, a cilat janë shenjat e pranimit të pendimit apo teubës, a ka shenjat cilat nuk ka dyshim që njeriu i cili është pendu sinqerisht tek Allahu Azza wa Jall se pendimi i tyre do të jap fryte. Allahu Azza wa Jall në shumë ajete thotë dhe ata të cilët kanë bërë keq, e pastaj janë penduar dhe kanë bërë vepra të mira. Pra, nëse personi mas pendimit fillon dhe përmirëson sjelljen e tij, e përmirëson moralin e tij, i përmirëson ibadetet e tij, i kthehet Allahut Azza wa Jall sinqerisht, atëherë nuk ka dyshim se kjo është një prej shenjave më të qarta, domethënë se ky njeri është pendu sinqerisht. Shenja e dytë është se ai largohet prej rrethit të cilin ai jeton. Nëse ai është shoqënuar me njerëzit e këqij, ai për hir të Allahut Azza wa Jall largohet vetëm që të erujt atë pendimin e tij që është penduar sinqerisht tek Allahu Azza wa Jall, sikurse që është rasti i atij personit i cili i ka vrarë 100 njerëz. Dhe kur ka shku është hadithi është i gjatë, kur shkon te njëri prej dietarëve dhe i thotë që ti duhesh të largohesh, që pendohesh sinqerisht, ti duhesh të largohet, Allahu Azza wa Jall të pranon pendimin tënd. Mirë, po çka duhesh me u largu? Duhesh me u largu prej atyre njerëzve, prej atij rrethit ku ti jeton, për shkak se ata ka mundësi që ty me të shti prap domethënë i bëj gjuna Allahut Azza wa Jall. Andaj ky njeri çfarë bëni? I la krejt shoqëninë e tij, e la vendin e tij vetëm për shkak se dëshironte të pendohet sinqerisht tek Allahu Azza wa Jall, dhe siç e dim ratin që gjatë rrugës ky person vdes dhe Allahu Azza wa Jall pasi që me laçet e matin distancën mes vendit ku ka qenë dhe vendit ku ka dashur me shku, Allahu Azza wa Jall i urdhon me lajket e rahmetit që me marrë dhe me fut xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Pra, një prej shenjave që personi kur pendohet sinqerisht është gjendje me lënë çdo gjë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Hoxha, faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni. Allah e shpërbleft dhe shpresojmë që do të takohemi herave të tjera. Allah e shpërbleft, Allah ju nderoft. Faleminderit për ftesën.
Të nderuar miq të RTI-s, faleminderit edhe ju që ishit pjesë e këtij emisioni për sot. Takohemi në emisionin tjetër, si zakonisht siç thamë edhe në fillim të këtij emisioni nga ora 16 me hoxhallar të ndryshëm, duke trajtuar apo bashkëbiseduar për tema të ndryshme që lidhen me Ramazanin, po ashtu edhe jashtë Ramazanit. Kaq për sot, takohemi nesër, ndërkaq ju vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me programet e RTI-s. Asalamu alaikum.